إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jem të hadithi i radhës të kapitull 22 bab wa kana arshuhu ala al-ma'a kapitull thot arshi i tij pra arshi i Allahut ishte përmbi ujë edhe kemi ardhur te hadithi i 4 ose i 5 në këtë kapitull me radh nga Hurajra po të ngjashme ne kanë pas edhe përpara te kapitulli yuhadhirukumullah nafsi Allah ju tërheq vërejtjen prej vetes së tij pra rujuni ju tërheq vërejtjen që me urujt prej Allahut prej vetes së tij e ky hadith është aty ka qenë ngjashëm hadithi inna Allah lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi Me të vërtet, Allahu ka prej urdhër të prejmë, se kjo ka disa kuptime, po njerëve të kështu përgjithësi. Kur përfundoi krijoi krijesat, kataba indahu fawqa arshihi, shkruajti te vetja e tij përmbi arsh, inna rahmeti sabaqat ghadabi. Me të vërtet, rahmeti jam i paraprin ja kalon hidhrimin tim. Ka transmetime, ky hadith transmetohet disa herë, 6 herë te Sahih Buhariut, edhe ka edhe zinxhir transmetuese ndryshon, por edhe teksti ndryshon, nuk ka krejt i njëjtë. Transmetimi parë është lemma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي Kur përfundoi krijimin Allahu, shkruajti në librin e tij tash. Pra ja ka shtu tash këtu është në kitabi, në librin e tij. E ai libër është tek ai përmbi arsh. Çka ka shkruar në atë libër? Inna rahmeti ghalabet ghadabi. Me të vërtet rahmeti jam e ka mujt hidhrimin tim. I kalon, i mbëzotron. Hidhrimi e Allahut është i rënd, mirë po, rahmeti Allahut është më i madh se hidhrimi i tij. Ndërsa transmetimi i dytë, lema khalaqa Allahu al-khalq kataba fi kitabi wa huwa yaktubu ala nafsi. Kur i krijoi krijesat Allah, shkruajti në librin e tij. Që gjendet tek ai wa huwa wad'un indahu 'ala al-'arsh të cilën e ka vendos të mbi arsh tek vetja e tij in rahmeti taglibu ghadabi me vërtet rahmeti jam dominon e mun ja kalon hidhrimin tim tjetër transmetim in Allah yaqbidu yawm al-qiyamati al-ardha wa takunu samawati bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik Shqisim të parë duket se nuk ka kuptim, po kështu e ka lidh Buhariu se ka me transmetime tjera lidhje, thot me të vërtet Allahu ditën e gjykimit, ditën e kiametit e kap tokën u takunu samawatu bi yamini ndërsa qet i palos me të djathtën është ajeti sura Zumar ma qadrullah ka qadri thumë yaqul pastaj thot en el melik unë jam mëret, ka transmetime, ejnë muluku dunja, ku në mëretnit e dunjas. Edhe tjetëri, lemma qada Allah al-khalqa kataba indahu fawqa arshi, inna rahmeti sabaqat ghadabi. Qëtash sabaqat, tjetër fjalë. Kur përfundoi krijesat, Allah subhanahu wa taala
shkrujti tek ai përmbi arsh, me të vërtet rahmeti jam ja kaloj, se baka kur të bën gara, dikush del i parë, dikush i dyti. Pra, rahmeti jam ja kaloj hidrimit tim. Edhe e gjashtë, transmetimi i gjashtë, lemma qada Allahu al-khalqa kataba kitaban indahu. Kur përfundoi i krijoi krijesat Allahu, shkrujti librin tek ai. Galebet au sabaqat e mbisundoj, ja mujti, e mbëzotroj, te ose thot, ja kaloj rahmetim, hidrimetim, fëua indehu fëuka al-arsh, edhe ky shkrim, ky libër është tek ai përmbi arsh. Këtu ishin ato transmetime të këtij hadithi, pra 6 transmetime, 6 herë e përsërit këtë hadith Buhariu në Sahihun e tij. Pra, ky hadith transmetohet nga Ebu Hurajra. Thot Gunejmani, Allah e rujt, qada Allahu al-khalq, qada e ka kuptimin e hukmit, jep hukm, gjykon, ose urdhron, ose caktimi, kader, caktimi Allahut, ose faraga, kryen diçka, përfundon, o emda edhe kjo qashtu, o e të kane e përsos. E këtu e ka kuptimin, thot, faraga min khalqil makhlukat, kur i ka përfundu krijimin e krijesave, qejt, tokën, sikur se çka thot Allahu në Kur'an, qaddahun sab'a samawat. Allah ka kriju 7 palë qiej. Fe qaddahun sab'a samawat fi yawmayn. Ka përfundu krijimin e qiejve për 2 ditë, 2 intervale kohore. Një ditë sa kohën Allahu alem. Jo 24 orë. Mundohet ka 1 minutë, shembull. Mundohet ka 1000 ditë, na qyshe llogarisim këtë ditë. Kryesore 2 intervale kohore. Sa ka qenë gjatë, a shumë e gjatë, a pak e gjatë, a krejt i shkurt, Allahu alem. Edhe ka prej, pra Allahu ka kriju 7 palë qiej. E fjala nejt edhe këtu në këtë hadith, pra përdoret. Pra po e cek se këtë hadith e kena pas edhe te kapitulli yuhadhirkumullahu nafse, Allah ju tërhek vërejtin prej vetës së tij. Pra rujuni prej Allahut. Në çfarë aspekti, që qysh më rujt prej Allahut? Kryj farzet, largu prej harameve. Se që kjo është shumë thjesht edhe shumë lehtë. Indehu fawqa arshihi, këtu i kem 2 ndaj folje të vendit, fawqa përmbi edhe arshi, edhe këto 2 ndaj folje janë të veçanta për vendin, edhe Allahu ka, që shtot Ibn Taymija rahimahullah në librin e tij, naqdu ta'sis e taqdis. Raziu e ka shkruar librin Ta'sis u taqdis, themelimi, instalimi e shenjtërisë. Naqd këto e ka rxu, e ka rënu Ibn Taymija se është akide e gjehemive, e devjume, e prisht, edhe nuk lesen, nuk përkon me ajete, as me hadithe, as me fjalë të selefit, por as edhe logjika nuk e ka plon se çfarë besimi kanë pas ata. Thot pra Ibn Taymija rahimahullah, kur Allahu e lidh me veten e tij arshin, se thot çka po thot, indehu fawqa arshihi, arshi i tij. Pra po e lidh me veten e tij, arshi i tij. Për asnjë krijes nuk thot Allah çka thot për arshin. Arshul Kerim, Arshul Azim, Dhul Arshil Majid. Edhe pra thot Ibn Taymija rahimahullah, sikur se çka thot Allah në Kur'an për arshin e vet,
Surë Al-Qiyame, fa idha nufikha fi sur nafkhatun wahida. Dhe kur I fryhet surit boris, një fryre e parë është, thojnë alimat, në pyetje është fryre e parë, se dim Israfili, edhe e ka Israfili për mos me vonu urdhën e Allahut, vetëm Allah e din kur bëhet shkatrimi. Me fryre të parë shkatrohet gjithçka, fryrën e dytë urdhën Allahu ringjallet pastaj. Kjo është ai Yawmul Qiyame. Jo fryrja e parë. Ajo është sa momenti kur ndodh ai Allah, vetëm Allah e din, askush. E tash Israfili thojnë alim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, kështu e man me dorë afër gojës edhe kryt nalt ka Allah subhanahu wa taala, se Allah pra këtë hadith e kem, që ndron për mbi arsh, ashtu qysh takon lart madrisë të tij, e pret si thot Allah, fryj, ky më ner me fryj. Pra një fryrje. Wa humilat al-ard wal-jibalu fa dukkata dakatan wahida. Edhe bahen, trazohen toka edhe malet, edhe goditim në goditje të madhe. E ju me idhim waqatil waqia, a dit do të ndodhe vërteta. U në shakati semau fe hije, ju me idhin wahije, qielli do të qohët, është krejti dopt atë dit. U lë meleku ala ergjaiha, melaqet janë në skajet të qiellit, u jahmilu arshe rabbike, fawqahum yawma idhin thamaniya. Atë dit e mbajnë arshin e Allahut. Arshe, gjithçka është e Allahut, ama vetëm për arsh thot arshu rabbik. Dhul arshil mejid. Indahu fi arshihi, te arshi I tij, te arshi I Zotit ton, e mbajnë 8 melaqe. Pra, nëse arshin ja mbesh vetës, e veçon se thot arshi jem, Allahu, pra, ja afron vetës se është e tina. Edhe në këtë ajet, edhe në hadithe tjera, po edhe ajete tjera, atëherë po na tregon se paska pozicion posaçëm, vend posaçëm arshi paska tek Allah subhanahu wa taala, patjetër që duhet që mes Allah subhanahu wa taala dhe mes arshit me pas një afërsi të cilën nuk e ka me krijesa tjera Allahu, mas një krijesë. E ato çka e përmendin xehemit, istawla el istila, e mbisundoj, e ngadhnej, ose thojnë është kudreti e Allahut, ose mendimet fjalë tjera, është e papranueshme edhe ato janë, atër duhet me thonë edhe për krijesa tjera, e ato krijesa tjera nuk kanë pozitë veçantë sikurse arshi. Kjo është argumenti më I madh. S'mund të thonë për krijesa tjera, sepse Allah e ka dallu, sepse është krijesa e fundit, më nuk ka krijesa tjera. Për mbi arsh. Pra fjalët e Resulullah a.s. indehu fawqa arshihi tek ai, po tek Allahu, për mbi arshin e tij, ose dhul arsh, pronari, sundusi arshit, arshu rabbike, arshi I Zotit ton, e mohon që me thonë e ka kuptimin, se nuk dojnë me pranu se Allah qëndron për mbi arsh. Shtatë themini, nëse prej alimave, kur I kanë analizu fjalët e tyre, xehmive, mutezilive dhe tjerve, e mohojnë arshin e Allahut, edhe e kanë përzit. Një grup thot, Allahu është gjithkund. Gjithkund. Kjo çka logjika nuk e pranon. Nuk mundet me kon të gjithë ata a është më e mirë s'ka është nalt apo poshtë. S'ka thojnë, po shkojmë male se ajri pastërt është. E pastërt është nalt. Dytësirat janë poshtë. Edhe kështu dytësira fizike poshtë është. Po dhe shpirtërore është poshtë. Mos bjerë poshtë
Mos u fliq me ato, mos e ul veten, që mos e ul. Po çka me me ngrit veten. Mos u barazo me ato. Mos hin një thes me ato, pse? Sa është poshtë. Mos e ul veten. A nuk është që po ullët haj. Po atë respektin po e ul, po e hup ato. Karakterin ton po e hup, po e rëzon poshtë. Se çka është, jo e mirë e keq është poshtë. E pastër është nalt. Edhe nuk ka kuptim me thonë, jo ka desh me thonë për se është kudreti ti, aftësia, zotësia e ti, arshi. Po kthejmë të mendimi i pari tyre, një grup të kanë thonë, jo, nuk ka gjithkum, po nuk është as para, as mrapa, as nalt, as poshtë, as djatas, as majtas. Edhe thot Uthejmini, kush përshkruhet kështu? Edhe ka hala do përshkrimit që ka kam bua ata, përshkruhet ai cili nuk ekziston. Me dhun definicionin më të mirë, s'munët njëri sikur se ata që japin për diçka që nuk ekziston. Kella wa hasha, Allah nuk po ekziston, a? Pra ata cilët i pasojnë mendimin e xehmive, edhe vetë ata xehmit, nuk e kuptojnë se Allah e ka veçu, e ka dalu arshin prej krijesave tjera, sepse është krijesa më madhështore. E kana pas hadithin, nuk mundëm me marë me mend, nuk mund me imagjinu na madhësinë e arshit. Mendja nuk e ka plon këto. Nuk na hin kry. Kur kursia është në krahasim me arshin, si një unazën shkretina me miliona kilometra katror, ndërsa qejtë e toka janë si unaza në krahasim me kursin. Po qejtë edhe toka, krahasim me arshin, nuk veç hupet mendja, nuk mund me krahasu. Edhe e din muslimant se Allahu edhe besojnë fort bindshëm, Allah qëndron përmbi arsh, ashtu qysh i takon lartë madhërisë së tij, ashtu qysh na ka tregu Allahu subhanahu wa taala në ajete dhe pejgamberi alayhis salam në hadithe sahiha të vërteta. Allah vetë po thot, unë qëndroj përmbi arsh. Flet në vetën e tretë, Er-Rahmanu alel arshi isteva. Rahman mëshiru qëndron përmbi arsh. Këtë akide, këtë besim e ka pas pa përjashtim çdo pejgamber, dhe çdo sahabe i çdo pejgamberi. Ndërsa Ibn Hajeri rahimahullah përcjell fjalët e Khatabiyut, fawqa al-arsh ose indahu fawqa arshihi, do thot e ka kuptimin tek ai mbi arshin e tij, indahu ilmu dhalike fa huwa la yansahu. Pra ai libër që është, a patëm transmetime, e ka shkruar libër, rahmeti jam ja te i kalon hidhrimit tem. Po e ka shkruar libër, kjo është libër. E tash nuk është kjo, po don me thon Allahu se ilmi Allahut, dija Allahut, e din Allahu edhe nuk e haron. Edhe nuk e ndron këto, nuk e ndryshon këto. Kjo është prej devimeve, prej habitet njeri, edhe nuk din çka flet, sepse atine Gunejmani thot, atyne ju thuhet, a është ilmi Allahut, i cili veçohet në këtë libër, të cilin nuk e haron, ashtu po thot, as nuk e ndron, ndërsa krijesa tjera, atër Allahu nuk po i din, ato edhe po i haron. Pra kjo është vetëm e ka qëllimin të arshi i Allah subhanahu wa taala. Ma e mirë ki, ma e udhës kishte me qenë, thot për Hatabiyun, edhe ata cilët kanë mendim të njëjtë, me pasu fjalën e pejgamberit alayhis salam, e mos me shku pas me dhëbeve devijume në akide, përkundrazi e kem obligim që ta mbrojmë, e ta ruajmë, e të besojmë këtë
besim nga devijimet, nga ndryshimet, nga komentimet për me andru kuptimin. Pra, fjala pejgamberit alayhis salam në këtë hadith, indehu fawqa arshihi, tek Allah, pra, përmbi arshin e tij, ashtu është qysh me kuptim të jashtëm, qysh po flet. Edhe çdo devim i kuptimit nga ky kuptim i jashtëm me ndryshu kuptimin, ato është e ka ndryshu çka ka desh me thonë pejgamberi alayhis salam. Na besojmë bindshëm yaqinen qati'an, me bindet plot, me bindet besim të prem. Çdo besimtar këtu beson se i dërguari alayhis salam është njeri i cili mas shumë të u kujdes për akiden e muslimanëve. Është mas shumë të i cili o kujdes për me tregu se Allah nuk ka të meta as mangësi prej krejt njerëzve. Gjithashtu, ajo është ma i aft për me sqaru edhe për me na spjegu që me qenë sa ma i kuptushëm kjo veti Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu, thot, pra, pejgamberi sallallahu alajhi është njeri ma i ditur për Allahun, ma smit për këtë njerëz që ka njoft Allahun, është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe ky libër, i cili është tek ai, është libër i veçantë tek Allah, përmbi arshin e tij. Ashtu qysh ka shkruar, qysh po na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe na besojmë se është libër për një libër. E besojmë se Allah e ka shkru, edhe qysh na ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për një e ka shkru Allahu, për një është tek Allah, për një është tek Allah mbi arshin e tij, edhe qëllimi është se Allahu me këto e ka tregu, edhe për shkak e ka futur edhe në këtë kapitull Buhariu, se Allahu është ngrit edhe qëndron përmbi arshin e tij, ashtu siç tham, i takon lart madhërisë së tij. Këtu po përmendet edhe po përmenden dy veti të Allahut subhanahu wa taala. Indehu fawqa arshihi. Po thot tek ai mbi arshin e tij, mëshira, rahmeti im ja ka parapri, ja ka kalu hidhrimit tim. Pra, mëshira Allahut edhe hidhrimi Allahut. Rahmeti Allahut ndahet në dy lloje, thot Uthejmini rahimehullah. Ndahet rahmeti, i cili është vetia e tij, edhe nuk është i krijuar, edhe rahmeti i cili është i krijuar. I pari, rahmeti i krijuar i Allahut thirret ashtu sepse është prej gjurmëve të rahmetit të Allahut. Edhe këto Allah e ka kriju, edhe vendi i këtij rahmeti është te mëshiruesit, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Inna Allah yarhamu ruhama. Me do të thotë Allah mëshiron mëshiruesit. Pra, këtë mëshirë që ka dhënë Allah subhanahu, kjo është e krijuar. Ashtu është edhe xheneti i Allahut, thot pejgamberi alayhi salatu sallam. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Abu Huraira, tahajatil jannatu wan nar, kanë bo debat po shtyhen me fjalë, xheneti dhe xhehenemi. Subhanallah. Hadith se Buhariu dhe Muslimi. Ve qalet an-nar, thot xhehenemi, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Jam te une kanë me ardh mutakabbirin me ndemdhejt, edhe el mutajabbirin edhe arrogant, njerëz me pushtet, mretnit, udhëheca, demek po don me thonë ata të mirë kanë marrë tonë, po me koni mirë zvend të ti në xhenem. Me qalet al-janna, ndërsa xheneti thot, mani la yadkhuluni illa du'afa unasi wa saqatuhum. Qysh te une, o Allah, kanë me hi vetëm të doptit, edhe ata cilët janë anash, kur kush nuk i këshyr fort ata. Allah tebarek ve taala, qala Allah tebarek ve taala lil janna, xheneti thot, enti rahbeti, erhamu biki
men eshau min ibadi. Ti rahmeti jam. Krijesa jam, rahmeti jam. Pra, e kom kriju rahmetin. Edhe do ta mëshiroj me ty kondu prej robëve të mi. Më kali linar edhe i thot zjarit, inama enti adhabun u adhibu biki men eshau min ibadi. Ndërsa, ti e hidhrimi jam. Edhe dënoj me ty, pra gjehnem me ty, kom i dënu, kondu prej robëve të mi. Në kulli wahideti minhuma mil'uha. Të dyjat, edhe gjenet edhe gjehnemi, kanë be umush. Që që thash, qërë rahmeti Allah, Allahu Ekber. Kjo është argument, Allahu Ekber. Qysh mushët gjehnemi, qysh mushët gjeneti. فأما النار فلا تمتلئ حتى يدع رجله فتقول قط قط قط. Ishte njerë, ka transmitim tjetër, Gjehenem lit hin, thot Gjehenemi, ami halo Allah, helmi me zita, ka halo, ami ata, që s'kam besu ty, cilë t'kam bu kufër, ami ka, ti ndreqën e të dënojune me Gjehenem, ti ka dhe krejt. A ka halo, edhe Allahu, që është i takon në atë madhisë të ti, e vendos komën e ti, edhe e shtyp, që me mush krejt. Pasaj thot, bol, kat. Gjehenemi po ndin dhimbje. Ndërsa, fe unalike tum temteliun u juzva ba'duha ila ba'd. Ndërsa gjeneti ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. أسكت nuk i bën padrejtësi Allahu. فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. Aty për aty krijon krijesa. Pra, ndrysh e mush gjenetin, ndrysh e mush gjehenemin. Tash me kriju krijesa të reja, se edhe krejt gjenetlit, Allah në bovë prej tyne. Hin gjenet, edhe krejt gjehenemlit, Allah në arrujt, hin gjehenem, mirë po, ka vend zbrast edhe në gjenet edhe gjehenem. Në gjenet qysh i mush vend e zbrasta. Krijon krijesa të reja aty për aty, ju në shiole halkan. Krijesa edhe i mushin. Që ata po thot, u la yadlimu Allahu azza wa jall min halqihi ahada. Askujt nuk i bën pa drejtësi prej krijesave të tij Allahu. Tash me kriju edhe gjehenemi me të zbrast. A me kriju krijesa të reja me mush gjehenemin? Jo, se pa drejt po thot Allah. Po vet e han gjehenemi veten e vet. E ndrydh Allahu. E mush. Lillahi al-mathalul a'la. Allah të takon shembull më i lartë. Lese kemi thli shay, askush asgjë nuk është si Allahu. Sikur thesin apo e ras me kom që mendon që me lidh. Çashtu e plotson xhehenemin Allahu subhanahu wa taala, jo sikurse xhenetin. Pra, kjo është lloji i parë e rahmetit, është i krijuar. Nuk është veti e Allahut, por është veti e njerëzve. Njerëzit janë krijesa, jo vetëm njerëzve, po dhe kafshëve. Sepse thot pejgamberi alayhi salatu wasalam e tregon mëshirën e tij që Allahu thot shembull, ka shumë sahabe transmetojnë, po e cekum prej Abu Hurairës. Ja'ala Allahu rahmete mi'ete juz'in, fa amsaka indahu 99 juz'an. وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Ka shumë transmetime, thot Allahu I ka kriju rahmetin e tij dhe ka nda 100 rahmet, 100 pjesë. Një e ka zbritë në tokë, 99 e runë për ditën e gjykimit. Prej këti 1%, prej këti rahmeti njerëzit e mëshirojnë njëri tjetrin. A ke po kur të shet dikush doptin, kur e shet dikush dvarfurin, smutin, dvoglin, plakun, I dhimbët. Pse I dhimbët? Shkurt që prej mëshirës Allahut që ja ka pikë në zemër atina. Ose ka thonë sahabja, kur ka hi një sahabe,
dhe ka po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i përçof Hasan dhe Husein, edhe po i puth. U habit ja Rasulullah, çka u bën? Po ni pa i kom, zemrës. Se me një tjetër rast, s'ka mujt me duru, transmetues thot nuk e di a ke Hasanin pyeti a Huseni. Mimber të e majtë hutben e gjumos. Ai poshtë po e mën hutben pejgamberit ali salatu wasalam. Po peshë këtu s'ka mujt me duru, e ka marrë ka përçaf, edhe në gryp po e man, edhe ka vazhdu hutben. Qa që i ka desht. Pse ti çka bën ti? Vallai ne 10 fëmijë kom, kur me puti ose pasim nuk i përçafi. Vallai thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse Allah s'ta ka pik rahmetin zemrën, çka komë të bëune? Se kjo presh rahmet, edhe thot Inna Allah yarhamur ruhama min ibadi ruhama. Allah mëshiron mëshiruesit. Nëse don ti me të mëshiru ty Allahu, mëshiroj ti krijesa të tjera. Edhe thot prej kthini %, jo vetëm njerëzit me njerëz, jo vetëm njerëzit që bre gjuna, që kjo maca, bile edhe për qenin, qita pak ujë, qita pak buk, kjo prej mëshirës, që qasoj 1%. Po thot pejgamberi alayhi salam, Jerhamul el wahsh walade, e gërsira, jo kafsha, jo delja, jo lopa, po e gërsira, bisha. Lani o mësu vetëm me qky. Po kur e kap me që ata dhëm me kaprollin e qkyn, delja në qka të kofë diqka e qkyn me nëherë. Nuk ka rahmet, nuk ka shqimit parë, se pas ka rahmet. Ku pe marrë mërë që pas ka rahmet? Ma to dhëm që ka është mësu për me qky, për me hongër, me që ato dhëm bot e kap të voglin e vetë, e që më prej një vendin tjetër. Edhe kjo thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është prej çati 1%. Pra, e krejtu jon krijesa, e vetia e krijesave është e krijuar. Vetia e Allahut është vetia e Allahut, nuk është krijesa e Allahut. Edhe lloji i dytë i rahmetit, kjo tash është vetia e Allahut, nuk është e krijuar. Prap thot Ibn Uthaymin ndohet në 2 pjesë. E përgjithshme edhe e veçanta, specialja. E përgjithshme i takon, i kaplon Allah me rahmetin e tij çdo krijesë. Edhe qafirat. Edhe pse nuk e besojnë Allahun. Edhe pse thojnë nuk ka Zot. Allah jep atyne me rahmet të tij, me hongër, me pi, jetën, ju punon zemra, ju punojnë mushknit, krejt organet ju punojnë, jep shëndet, jep fuqi, ju jep mundësi mu martu, me ushtu, me pas pasuri. Krejt këto janë prej rahmetit e Allah subhanu wa ta'ala. Ju lëshon shiun edhe atyne, ju jep bereqet në tokë edhe atyne. E gjitha këto i bën Allah subhanu wa ta'ala, edhe kjo është si për besimtar, ashtu edhe për jo besimtar. Transmetohet, thot pejgamberi alayhi salam, mdoket muslimi e transmeton nga Umer radhiyallahu an, thot Umeri ishim ul me pejgamberin alayhi salam, edhe ishte një grup i robëve, kanë zonë robë luftës, edhe mesin e tyne ke edhe një gru. Dhe idha mra'atun min as-sabi tabtagi, edhe po shumë se u buhashur ajo, po lyp diçka, po ngan. E ka plu paniku. Frika e madhe. Po tu diçka, s'po din çka, po lyp diçka, s'po din çka. Idha wajadat sabiyan fi sabyi, kur e gjeti fëmijën e vet, e khadethu fa elsaqathu bi batniha wa arda'athu. E ka përqaf në bark, e përqaf edhe po jep gji me pi. Dhe kale lena alayhi salatu wasalam, neve në thajtë dërguar sasam, e të rëuna hadhi l-mërë, tarihatin waledeha fi nar, apo shini këtë gru, a thua që ka mërmendje, o ju sahabet e mi, a kish gjujt në zjarë këtë fëmi, përshë qysh për përqaf, përshë qysh për donë, u bo hash dhe riso a gjeti, u tu të se ka hup. Kulna, la vallahi, jo pashalon, jo kur, وهي تقدر على أن لا تحترحه فقال عليه الصلاة والسلام كور kjo nuk mundet me gjujt në zjarë këtë fëmi. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah është më i mëshirshëm me robët e tij, krejt robët e tij. Dhe jo besimtar.
se sa kjo gru me këtë fëmijë të vet. Pra kjo është lloji i parë. Ndërsa lloji i dytë i rahmeti i Allahut është i veçantë vetëm për besimtar. Kjo nuk vlen tash për jo besimtar. E tash ky lloji i veçantë i rahmetit i mëshiron Allahu besimtarët jo vetëm në dunjë, jo vetëm në ahiret, por edhe në dunjë. Për i rahmetit Allahut është që na e falem Yatsin tash. Për i rahmetit Allahut është që jem pasu sunet, po mundohem, pretendojmë që jem. Për i rahmetit Allahut është që po na bën të dashur namazin, agjerimin, zeqatin kush ka me dhon, sa don krejt ibadetet. Kjo është për i rahmetit Allahut. I veçantë. Sa përshë, ka shumë cilët nuk i kanë këto ibadete, nuk i bojnë. Ka shumë që nuk besojnë. Me marrë me numër, ma shumë ka që nuk besojnë se që besojnë. Me marrë me numër, shumë ma shumë ka që nuk falen, se që falen. Kjo është Allah na ka mëshiru, na ka kaplu me rahmetin e ti, e na ka pre atyne që falemi. Pra, duhet me falenduru Allahun për gjitha këto nimete, edhe me lutë Allah që shumë na kaplu me rahmetin e ti, edhe në ahiret, që me rahmetin e ti, me në bohë banur të gjennetit Firdausil Ala. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi bina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.